Sot në Gjakov flitet pa frikë, investitorët vinë lirshëm dhe kërkojnë mundësi për investime, kështu tha kryetaria komunës së Gjakovës gjatë ubimit në fshatin Lipovec. Me këtë rast, Kusari Lila ka thënë se alternativa më konkrete për qytetarët e Republikës së Kosovës mbetet programi ekonomik i AKR-s. Programi që Alianca Kosova e Re e ka për këto zgjedhje, e ka bazën në atë çka është edhe ideja apo ideologjia kryesore e AKR-s për ekzistencën në politikë. Dhe ajo është mirëqenia e popullit, zhvillimi ekonomik, më shumë punë, më shumë prosperitet. Për sa qeverisën, për 3 vite, sa ishim në bashkëqeverisje, dikastert e AKR-s mund të listohen si suksesshëm dhe ndoshta vetëm me sukses të mirëfill në nivel të qeverisë. Duke filluar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, me indeksin e Bankës Botërore, me ambientin e të bërit biznes, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, me përfundimisht transmisionin me Shqipërinë, linjen 400 kV, gjithashtu me tërheqjen dhe ndryshimin e ligjit që tërheqen përfundimisht ja kthen Kosovës dhe mos ta lëm të privatizohet ashtu siç janë privatizuar gjitha fabrikat tjera pa ndonjë vlerë shtuar për ekonominë, duke rritur bashkëpunimin dhe duke sjellë më afër diasporën e Kosovës, duke kriju kështu për herë të parë unionin e bizneseve të diasporës shqiptare dhe përfundimisht duke rritur numrin e shteteve që e ka njoftë Kosovën në mënyrë substanciale nga gjithë lëbimi që e ka bërë presidenti i AKR-s dhe zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Kosovës, zoti Bexhet Pacolli. Rajoni i Hasit, edhe pse së shpejti do të jetë një komunë më vete, ka shumë mundësi dhe potencial për zhvillim. Ne si deputet të ardhshëm do ta mbrojmë interesin e banorëve të kësaj ane, thanë kandidatët për deputet. Unë besoj që nëse ju na jepni përkrahjen dhe me mbështetjen tuaj të vazhdueshme, ne ju kthejmë me punë dhe me përkushtim dhe së bashku do duke nga këtu. Në vend se ju qeveria t'ju krijoj kushte për turizëm dhe të prisni turista dhe të zhvilloheni. Ju është dashur që të rrokisni në dyrët e qeverisë për ujë, për rrugë, për rrymë edhe për probleme të ndryshme. Me ndryshimin që ka ndodhur në Gjakov, me marrjen e pushtetit të Aleancës Kosova e Re dhe zonës Kusari, ju do ta shihni shumë shpejt ndryshimin. Për me i përfaqësu sa më mirë interesa dhe grave dhe të fëmijëve na duhet vota juaj, sepse me votën e juaj ne do të kemi forcë që t'i përfaqësojmë ato. Unë dua të jem ajo që dëshiron të dhuroj Kosovës diturinë dhe mundim që ne ta krijojmë Kosovën si një shtet ku mbretëron drejtësia e begatia. Në këtë takim, nga kandidatët për deputet u diskutua edhe rëndësia e zonës së lirë ekonomike, zhvillimit të turizmit në fshatrat e zonës kufitare, programi shëndetësor i AKR-s, sundimi i rendit dhe ligjit, si dhe fuqizimi i femrës.